Mirëmëngjes të gjithëve. Shpresoj që sot keni nisur një javë me plot energji të bukur, me dashuri dhe me sukses. Sot do të nis me një lajm super bon. Një lajm që është i konfirmuar, domethënë më ka ardhur nga burim i saktë dhe i vërtet, në raport me Gjestin edhe me Eglin. Gjesti dhe Egli ditën e djeshme janë parë në Prishtinë duke bërë xhiro me makinë. Fillimisht një herë kanë dalur nga banesa ku banon Gjesti, aty ku Gjesti qëndron, edhe kanë hyrë në një makinë e cila ka qenë makina e Gjestit. Kanë bërë xhiro nëpër qytet, domethënë kanë shijuar momentin nëpër Prishtinë, njerëz i kanë parë. Kam informacionin që ekzistojnë edhe foto dhe do mundohem që t'u sjell fotografitë së shpejti. Dhe më pas domethënë kanë shkuar drejt një hoteli tepër luksos me një pishinë brenda, tepër hotel fantastik, që domethënë dyshimet janë që mund të kenë shkuar në Hotel Garden. Kanë shëtitur, kanë kaluar momente shumë të bukura, jenë duk shumë të lumtur në praninë e njëri tjetrit, domethënë kanë qenë shumë të gëzuar në praninë e njëri tjetrit, kanë shijuar çdo çast të bukur dhe ky është lajm i vërtetë, është lajm i sigurt. Këtë gjë kanë konfirmuar edhe banorët të cilët banojnë në ndërtesën e Gjestit, domethënë që e kanë parë së bashku me Eglin që ka shëtitur nëpër Kosovë, janë kënaqur. Është po e njëjta makinë ku Egli 2 ditë para nxori një story. Domethënë është e njëjta makinë, bëhet fjalë për atë BMW, dhe mua informacionet mi ka sjell një person i sigurt, i cili më tregoi dhe për raportin e tyre, tha që ishte një raport fantastik, i shkëlqyshëm. Çifti ishte në ditët më të bukura të tyre, po jetonin çastet më fantastike, po shijonin dashuri, po jetonin kënaqësi shpirtërore pafund. Gjesti dhe Egli kanë preferuar që të dalin pak më të mbuluar, domethënë më të pakapshëm për publikun, por normalisht fansat e tyre i kanë studiuar. Pastaj prej Prishtine, dhe kjo është informacioni vërtet edhe i sigurt, më treguan që Gjesti dhe Egli kanë udhëtuar drejt Shqipërisë, kanë shkuar në Tiranë, atje ku edhe Egli ka familje. Që kjo nuk kupton që raporti tyre vazhdon të jetë i mirë, edhe pse mbajnë raportin shumë të mbyllur, shumë të izoluar, nuk është se flasin për gjën e tyre, nuk është se flasin për jetën e tyre, por në kanape, Egli tregoi që unë jam duke respektuar vendimin siç e solli Gjesti, që domethënë të respektojmë marrëdhënien, të respektojmë lidhjen. Nuk dua tha që të dalë përtej saj. Domethënë jetën tonë çiftërore duam ta mbajmë private. Kur e kam thënë unë që kjo është një mekanizëm i marketingut, kur e kam thënë unë që Egli dhe Gjesti domethënë nuk bëjnë lajka, nuk postojnë foto, nuk veprojnë, kjo është forma interesante që ato të dy e kanë në marketingun e tyre. Ndërsa që dje ka qenë bashkë, që kanë kaluar momente, që janë kënaqur, që kanë shijuar çaste, kjo është shumë e vërtetë sepse ma solli njëri që ka lidhje me këtë ndërtesën, më thënë që banon të kjo ndërtesë. Është lajm mëse i vërtetë. Ndoshta ka i çike edhe gush pse apo zhurmë jam në një hotel, por doja që t'ju sjell sa më shpejt lajmin dhe të jetë ju të kënaqeni, ju fansat e Gjestit. Mundohemi që të bëjmë investigime të ndryshme, domethënë kemi mesazhe të ndryshme, mundohemi që ti vërtetojmë ato lajme të cilat na vinë në redaksin ton, por ky ishte lajmi më së i vërtetë. Edhe një herë ta cek. Gjesti dhe Egli ditën e djeshme kanë kaluar çaste shumë të bukura, janë shëtitur nëpër Prishtinë, domethënë me makinën e Gjestit, me patjetër kanë bërë qef, kanë bërë kënaqësi, janë argëtuar të dy së bashku. Dhe më pas domethënë kanë shkuar në një hotel që është pranë shumë banesës së Gjestit, që është Hotel Garden, është shumë pranë me lokacion. Dhe aty domethënë kanë kaluar disa çaste të bukura, sepse Egli shumicën e rasteve flen tek Hotel Gardeni, ka dhe pishinë të brendshme, domethënë këto personazhet VIP i preferojnë pishinat e brendshme sepse janë më larg medias, janë më larg kamerës, janë më larg paparacit. Dhe më pas domethënë me të njëjtën makinë kanë udhëtuar për në Tiranë. Nga ajo që më tregonte zonja në fjalë, thonte që ishin shumë të lumtur, ishin shumë të gëzuar, ishin shumë happy me njëri tjetrin, edhe pse mundoheshin që të fshehin
figurën e tyre nga kamera, por nuk arrinin dot sepse njerëzit i njihnin. Ka dhe foto për këtë gjën, ka dhe foto, do të thënë më kanë premtuar që të më sillin dhe foto dhe unë do t'ua tregoj ju që janë fotot e tyre, por ato po e ruajnë me shumë fanatizëm të marrëdhënien që në fakt mua më pëlqen që e ruajnë kaq shumë sepse po të mos ishte ky fanatizmi, nuk do të ishte kurreshtja për të kuptuar se çfarë po ndodh me jetën e tyre apo çfarë po bëhet me marrëdhënien e tyre. Marrëdhënia është okay, që të dy po janë duke shndritur, që të dy janë shumë të lumtur, nuk dua të shkoj tek ekstremja pa e vërtetuar, sepse unë e di se çfarë lajmi përflitet lart edhe poshtë, nuk dua të kaloj aty, po thjesht do me thënë është një marrëdhënie shumë e bukur, janë gjërat krejtësisht në rregull. Së shpejti do të vi dhe projekti i çiftit bashkë, i konfirmuar ky dhe nga Egli, por që ato vazhdojnë të jenë bashkë, që ato janë të lumtur, që ato gëzojnë, kjo është më se e vërtet. Është shumë e vështirë për të hulumtuar këtë çift, është shumë e vështirë për të gjetur detaje, sepse detajet janë shumë të pakta, nga që ato kanë përzgjedhur që në rrjetet sociale të publikojnë jetën e tyre profesionale dhe jo atë private, por nga informacione që mua më vijnë pa ndalur në celularin tim, domethënë informacione të ndryshme nga çifti, ky informacion rezulton të jetë i vërtet me të gjitha investigimet që ne kemi bërë për të konfirmuar lajmin, domethënë nuk konfirmuar që është lajmi i vërtet. Egli dhe Gjesti ditën e djeshme kanë shëtitur në Prishtinë. Domethënë nga apartamenti i Gjestit kanë hyrë në makinë, prej makinës kanë dalë xhiro në Prishtinë, ndoshta është e bëmë i çik edhe me kastile kjo pjesa që publiku domethënë të ngrihet në këmbë dhe të fillon të flet për to. Këto lëvizje që unë i kam thënë edhe më herë që çifti do t'i bënte, por me këtë lëvizje që kanë udhëtuar në Prishtinë janë kënaqur, e kanë konfirmuar që ato të dy janë së bashku. Kjo tregon që Egli shumicën e kohës e kalon në Kosovë, tashmë ja ka besuar rrugtimin e saj Kosovës dhe do të jetë, domethënë është shumë aktive në Prishtinë. Ajo së bashku me Gjestin po përgatisin, po punojnë projekte, por njëkohësisht edhe po e shijojnë atë momentin e bukur të jetës së tyre. Unë jam shumë i lumtur që e solla këtë lajmin bëm te ju. Shpresoj që ju fansat jeni argëtuar dhe të jeni kënaqur me lajmin që keni dëgjuar dhe shpresoj që shumë shpejt që sjell edhe fotografinë për të faktuar të gjën edhe për të konfirmuar edhe marrëdhënien e tyre që është një marrëdhënie spektakolare. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në kanalin tim për të marrë informacione tjera, ju kërkoj ndje sepse nga brenda po vije shumë zhurmë, por këtë herë do t'i bëjmë videot edhe pak ditë pak amatore, pastaj rikthehemi më fuqishëm.